نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderojmë Allahun e gjithëpohështshëm, me të bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga të këqijat e shpirtit tonë dhe nga mëkatimet e punët tona. Ato që Zoti i lartësuar më udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta devijojë, dhe ato që Allahu me drejtësi i lënë në lajtitje, nuk ka kush që ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët më të drejta, më të sinqerta në fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Gjërat e këqija të shumtura në të shpikrat në fe, çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon me zjarr. Kemi arritur në temën ku dietari i nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi nuk e ka emërtuar, nuk ka cituar titull lidhur me këtë temë, ashtu siç ka vepruar me disa tema selamullah të mëhershme, dhe ka thënë tema thënia Allahut subhanahu wa taala, dhe ka startuar në ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Që do thot, ka për njerëzve cilët kanë marrë përveç Allahut të adhuruar tjerë, i dojnë ata ashtu qysh e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky ajet kuranor tematik ka dashurinë ndaj Allahut, se si duhet ta ketë robi, se si duhet ta reflektoj me fjalët dhe në veprat e tij. Andaj me këtë temë dietari Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi dëshiron që të sqarojë se dashuria është lloj prej llojeve të adhurimit, dhe kush dëshiron dikon tjetër përveç Allahut apo me Allahun dikon tjetër, ai ka bërë shirk të madh, i cili të nxjerr nga Islami. Dhe këtë lloj shirku
e vrejmë tek idhujtarët Mekas, për cilët ka thënë Allahu i gjithë përshtatshëm në ajetin që e lexuam më lart, wa minan nasi me yattakhidhu min dunillah. Për ata njerëz cilët kanë marrë në vend të Allahut të adhuruar tjerë që i duan ata ashtu siç e dojnë Allahun. Dhe kjo ajet ka diskutuar çështjen e besimit të popullit Mekas në kohën e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, cilët adhuronin idhuj të shumt, dhe ata idhuj i kanë ngritur aq lart saqë i kanë krahasuar me Allahun përmes veprave që robërit duhet t'ja bëjnë vetëm Zotit. Andaj sqarimi është më së domosdoshëm këtu të tregohet se idhujtarët Mekas, Zot krijues e kanë njohur vetëm Allahun e lartësuar, ndërsa idhujt, putat, i kanë konsideruar dhe besuar për të adhuruar, dhe gjëra ndërmjetësues përmes të cilëve janë ofruar tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj këtë ajet, siç e vrejmë me disa përkthime se ka për njerëzve që marrin zotra të tjerë përveç Allahut, është gabim. Nëse udhëtarët kemi theksuar dhe në ligjëratat e tjera nuk kanë marrë për Zot dikon tjetër përveç Allahut. Zot krijues e kanë besuar vetëm Allahun, ndërsa idhujt e tyre i kanë pas të adhuruar, që i kanë marrë si ndërmjetës për tek Allahu i plot fuqishëm. Andaj e drejtë është që të përkthehet dhe ka për njerëzve që kanë marrë bashkë me Allahun të adhuruar që ata i duan idhujt të adhuruar të tyre ashtu siç e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Pasi që dashuria është prej llojeve të adhurimit, ndë është prej llojeve më madhore të ibadetit, dhe ata që duan dikon tjetër përveç Allahut konsiderohen idhujtar, nga se posedojnë në bindjet e tyre shirkun e madh. Djetari Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah e përmend këtë temë në librin Kitabu Tauhid për të tërhekur vërejtjen dhe për të treguar rëndësinë e kësaj meseleje, pra dashurinë, dhe si duhet të realizojë robi atë dashurinë që është dashuria adhurimi, dashuri që i takon kapitullit të ibadetit, dhe se robi nuk guxon që këtë dashuri ta reflektoj në ndonjë krijesë prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Dietarët dashurinë e kanë ndarë në dy lloje. Lloji i parë është dashuria që është adhurim, dhe kjo duhet të jetë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo dashuri në vete posedon nënshtrimin, thjeshtësinë dhe përulësinë. Dashuri adhurimi konsiderohet ajo dashuri e cila në veten ngërten madhërimin, thjeshtësinë, nënshtrimin dhe përulësinë. Ndaj atij që ai person i cili e don dikon tjetër me këtë lloj dashurie, e jo Allahun subhanahu wa taala, ky person ka bërë një vepër sikurse ata të cilët e bëjnë sejdën për dikon tjetër jo për Allah, apo e bëjnë kurbanin apo zotimin për dikon tjetër jo për Allah. Pra gjitha llojet e adhurimit, ibadetit, në aspektin e zbatimit dhe dedikimin e tyre tek Allahu nuk kanë dalim.
Ndërsa dallueshmëria e tyre është në vlerë. Si që në farzet, vlera e tyre është më e lartë tek Zoti sa nafilet. Ndërsa në aspektin e Allahut si ibadet, ato gjitha janë adhurime cilat nuk guxon robi mja bë dikujt tjetër. Përveç se Allahut fuqi plot. Kjo është ajo dashuria e adhurimit. Dhe ibadeti, siç kemi thënë në ligjëratat e kaluara, për të qenë ibadet adhurim i sakt, i drejt, normal se adhurimi mbështetet në 3 gjëra: në dashurinë, në shpresën dhe në frikën. Ne kemi thënë se sufinjet janë ata që thonë se adhurojmë Allahun vetëm me dashuri. Jo pse kemi frikë nga Zoti, e nuk kemi nevojë të shpresojmë te Zoti, përderisa adhurojmë atë me dashuri. Po kështu edhe murxhiat, cilët nuk i marrin dhe nuk i konsiderojnë veprat për imanit, thonë se ne adhurojmë Allahun vetëm me shpresë. Shpresojmë te Zoti që me na pushtu me mëshirën e tij. Ndërsa xhavarixhet thonë se ne adhurojmë Allahun vetëm me frikë. Ndërsa ehli sunneti i bashkon këto 3 komponente, pra dashurinë, shpresën dhe frikën, në ibadetet, adhurimet e tyre. Pra adhurojnë Allahun me dashuri, nëse e duan Zotin e tyre, e adhurojnë Allahun me shpresë, nëse shpresojnë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, dhe adhurojnë Zotin e lartësuar me frikë, nëse kanë frikë nga dënimi i Zotit të lartësuar. Ndaj kjo është rruga e sunetit sa i përket adhurimit. Lloji i dytë i dashurisë është dashuria që nuk është dashuria e adhurimit. Dhe kjo, siç kanë thënë ulemaja, ndahet në 4 lloje. Lloji i parë është dashuria natyrore, siç është si shembull njerëzit që duan ushqimin, pijen. Pastaj lloji i dytë kanë thënë se është dashuri respekti. Fëmia që respekton prindin e vet. Pastaj kemi dashuri shpirtërore. Sigur shembulli është prindi që e don evladin e vet, e don nga loçka e zemrës, nga shpirti, dhe mundohet çdo send me dhon vetëm për t'ia jetësuar fëmijës vet ato që është e dobishme për të nga logjika e tij. Se ka prind që mendon se është mirë, në realitet është duke bë gjëra të ndaluara për t'ia realizuar çefet fëmijës vet. Dhe lloji i 4 është dashuria në shoqërim. Njëri ka qef, dëshiron që në udhtim me pas një shok të mirë, apo në tregti me pas një shok të mirë, i cili nuk e tradhton, nuk e mashtron, nuk manipulon me to, apo në punë, e kështu me radhë. Se përket ajetit në cilin ka fillu Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, dietarët, komentatorët e Kuranit kanë dhënë 2 kuptime. Kuptimi i parë është ai që e përkthyen dhe ka për njerëzve cilët bashkë me Allahun kanë marrë të adhuruar tjerë që i duan ata ashtu siç e duan Allahun. Dërsa komenti i dytë që kanë dhënë ulemaja kanë thënë ka për njerëzve cilët kanë marrë të adhuruar tjerë me Allahun dhe i duan këta të adhuruar, këta idhuj, këta puta, ashtu qysh e donin besimtarët Allahun. Këto janë 2 kuptimet që e kanë dhënë komentatorët në ajetet paranor. Dhe komenti, kuptimi më i saktë, Allahu alem, është komenti i parë që ka për njerëzve cilët
kanë marrë bashkë me Allahun të adhuruar të tjerë, i duan të adhuruarit e tyre ashtu siç e duan Allahun. Dhe normal se idhujtarët me kas përdesa e kanë besuar Allahun për krijues, e kanë dashur Allahun. Porse dashurinë e tyre e kanë përzier, dashurinë e tyre ndaj Allahut e kanë përzier me shirk. Dhe nuk i ka bën dobi ajo dashuri e tyre. Dhe nëse analizojmë tani situacionin në kohën tonë tek kuburit, tek ata që i adhurojnë varrezat, këta nuk dallojnë prej idhujtarëve me kas sa përket dashurisë ndaj idhujve të tyre. Ndoshta gjendja e tyre është edhe më e keqe. Nga se po të flitet në mesin e tyre, të kritikohet libri i Zotit, të kritikohet Allahu, rrugën e Zot, ata ndoshta do të kundërshtojnë personin i cili e kritikon, e kundërshton Zotin, por se nëse kundërshtohet shehi i tyre apo tyrbja e tyre, idulli i tyre, ata do të shfaqin urrejtje më të madhe edhe nervozizmi i tyre do të jetë edhe më i madh. Ato secili mundet me vrejt në jetën e tyre. Nëse i shet që dikush pja kritikon Islamin, që thirrën në Islam, apo Zotin, Allahun, do të kundërshtojnë. Po nëse kundërshtohet shehi i tyre, tyrbja e tyre, shikoni reagimin e tyre se cilat do të jenë, cilat reagime do të vërtetojnë dashurinë më të madhe, dashurinë që e kanë më tepër për tyrbën apo për Allahun subhanahu wa taala. Nga se njeriu reagimin më të ashpër e bën kur i kundërshtohet më i dashuri i tij. Besimtarëve kur i kundërshtohet Allahu, e sheh se si reagojnë. Kur kundërshtohet Resulullah alayhi wasallam, e sheh nëse ofendohet, e sheh se si reagojnë, besimtarët. Po nëse kundërshtohen dietarët musliman, do të reagojnë, por nuk do të reagojnë ashtu se çush reagojnë në kritikën që armiqtë ja bëjnë Allahut apo Kuranit apo Islamit. Kjo është ajo që i bën kuburit me qenë në gjendjen më të mjerueshme se sa idhujtarët e Mekës. Dhe ajeti që ka përmend Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi vazhdon me fjalën "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah". Ndërsa ata që kanë besuar Allahun, ata e duan më shumë dhe më fuqishëm Allahun. Dashuria e tyre ndaj Allahut është më fuqishme, më e zjarrt se sa dashuria e idhujtarëve që e kanë për Allahun. Besimtarët duan më fuqishëm. Pse më fuqishëm? Nëse besimtarët nuk e kanë baltosur dashurinë ndaj Allahut me idhujtari, me shirk. Por dashuria e tyre është e pastërt, është e kristalizuar, është dashuri që reflekton monoteizmin e pastër, besimin e drejtë. Nuk ka në të asnjë njoll të shirkut, të paullësive, por se është dashuri konform ligjeve të Kuranit dhe Sunetit të Resulullahit alayhi salatu wassalam. Andaj Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka cituar një ajet tjetër, Allahu thot: "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum", thuaj Muhammed, nëse prindrit tuaj, fëmijët tuaj, wa ikhwanukum, edhe vëllezërit tuaj, wa azwajukum, edhe gratë tuaja, wa ashiratukum, edhe parafisi juaj, wa amwalun iktaraktumuha, edhe pasuria cilën ju e keni fituar, e keni tubuar, wa tijaratun takhshawna kasadeha, edhe tregtia që
për cilën keni frikë se do t'ju humb, çka keni bërë mund, keni dhënë mundin për atë tregti që keni fituar të, e keni frikën se mos t'ju humb. Wa masakinu tardawnaha, edhe vendbanimet që ju ndini rahatin të, ndini qetësi shpirtërore në ato vendbanime, ahabba ilaykum min Allahi, jenë më të dashura, gjitha këto më të dashura për juve se sa Allahu o Rasulihi, dhe sa i dërguari i juve, o gjihadin fi sabilihi, dhe gjihadin rrugën e tij, fatarabbasu, pritni. Nëse keni këtë gjendje, gjitha ato që i përmendi Allahu, me prindrit, me fëmijët, me gratë, me pasurin, tregtin, vendbanimet, jenë më dashura për juve sa Allahu, sa pejgamberi, sa gjihadin rrugën e Allahut, atëherë pritni. Çka me prit? Hatta yati Allahu bi amri, derisa Allahu të vjen me vendimin e tij, me dënimin e tij. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allahu nuk e udhëzon një popull keqbërës, mëkatar. Kush jep pra përparësi këtyre gjërave në dashuri para Allahut, Allahu subhanahu wa taala i ka kërcënuar këta njerëz. Kush jep përparësi prindit para Allahut, fëmijës para Allahut, pasurisë tij para Allahut, vendbanimit tij para Allahut, tregtisë tij para Allahut, atëherë dije se Allahu këtë person e ka kërcënuar me kërcënim, me dënim. Fatarabbasu, pritni, derisa Allahu vjen me dënim. Dhe dënimi për këta njerëz cilët e kanë harruar Allahun për çështjet kësaj dunjaje do të startoj nëse jo në këtë dunja, në momentin kur do të takohen me melekun e vdekjes. Sa i përket fundit të ajetit, Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allahu nuk e udhëzon një popull keqbërës, mëkatar. Ka ardhur disa vende të tjera në Kur'an, la yahdi al-qawm adh-dhalimin, nuk e udhëzon Allahu një popull të padrejt, kriminal. La yahdi al-qawm al-kafirin, Allah nuk e udhëzon një popull pa besimtar. Atëherë çfarë udhëzimi është për qëllim në këto pjesë të ajeteve kuranore? Nuk është për qëllim udhëzimi i suksesit. Në fakt është për qëllim udhëzimi i suksesit. Udhëzimi i suksesit është të bëhet e personit musliman. Dhe Allahu nuk jep çdo kujt islamin. Allah jep islamin vetëm atyre zemrave të pastra, që e pranojnë të vërtetën, po që e refuzojnë rësirën e kufrit të shirkut. Dhe ndaj nuk është për qëllim këto ajete udhëzimi i orientimit dhe sqarimit. Nëse Allah subhanahu wa taala gjithë njerëzve ka sqaruar të vërtetën përmes pejgamberëve dhe librave që i ka zbritur në tokë. Këtë njerëzve Allahu ju ka zbritur pejgamber. Çdo populli Allahu ka dërguar pejgamber të secili popull. Dhe ka zbritur edhe libra që njerëzve më ofruar të vërtetën për më orientuar të vërtetën. Ndërsa udhëzimi i suksesit nuk ndodh tek gjithë, ndodh vetëm tek ata që Allahu subhanahu wa taala don. Se për kënd zbriti ky ajet kuranor, komentatorët e Kuranit thonë se ka zbritur për disa musliman cilët nuk kanë bërë hijret me Resulullah alayhi sallam kur ka bërë hijretin nga Mekka në Medinë. Disa për muslimanëve jo është dhimbët vendbanimi, vendi i Mekës me lon, dhe po ashtu edhe pasuria që kanë pas. Allah ka zbrit këtë ajet kuranor për t'ju dhënë mësim. Për t'ju dhënë mësim që dashuria vërtet është ajo dashuri e cila
Në radhë parë, jetën e njeriu të qetë Allahun subhanahu wa taala. Synimi për secili musliman është që me arrit tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo pengesë që del, që e çorienton njeriu nga kjo rrugë që e dërgon tek Allahu subhanahu wa taala, muslimani atë pengesë e largon dhe nuk e lën rrugën e Allahut. Ndaj muslimanët duhet të kenë kujdes në jetën e tyre. Nga i moment kur janë bërë me dallu të mirën dhe të keqen, dhe deri në vdekje, në radhë parë në jetën e tij duhet jetë feja e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vijnë gjërat e kësaj dynjaje, cilat nuk vijnë kundërshtim me fen. Nëse vjen kundërshtim me fen, ajo detyrimisht duhet të refuzohet. Por se gjërat cilat janë të lejuara në Islam, pra duhet ta duam vendin ku jemi, duhet me dash familjen, të afërmit, punën që bën, tregtinë që bën. Por se kjo dashuri ndaj këtyre gjërave nuk duhet ta cenoj dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra dashuria ndaj Allahut duhet të jetë e pacenuar në zemrën e muslimanit. Nuk do të zënë asgjë me sulmu dhe me cenu dashurinë për Allahun. Ajo duhet të jetë e paprekshme në shpirtin e muslimanit. Këtu në ajet u përmend edhe xhihadi në rrugën e Allahut. Pra kush i qet përpara këto gjëra para dashurisë së Allahut dhe pejgamberit dhe xhihadit në rrugën e Zotit, mund të argumentojnë disa që jenë të mashtruar për atyre që thirrën përmes ligjëratave, shkrimeve në xhihad, mund të argumentojnë me këtë se sa i rëndësishëm është xhihadi. Ne e dimë se është i rëndësishëm xhihadi dhe mundohem me argumentu ato veprimet e çorrëditëne që ndodhin sot në botën muslimane apo në vendet jo islame, nga disa musliman cilët e kanë keq kuptuar islamin burimor dhe e reflektojnë islamin në mënyrë të gabueshme. Prandaj xhihadi, koncepti i xhihadit në shariatin e Allahut azza wa jall nuk është vetëm me luftë. Nuk është xhihadi si koncept një vepër që është madhore dhe kulminante në dinën e Allahut azza wa jall që realizohet vetëm me luftë. Dhe djetari i Islamit Ibn Taymija rahmetullahi alayhi e shëron xhihadin në një prej librave të tij voluminoze Minhaj as-Sunna, ku tregon metodologjinë e Ahlusunnetit në disa çështje të akides dhe thot në lidhje me xhihadin është e ditur se xhihadi është me luftë. Është pjesë e xhihadit edhe lufta me forcën e dorës. Xhihadi po ashtu bëhet në paraqitjen e argumenteve, sqarimin e të vërtetës dhe thirrjen për të vërtetën. Këtë kjo është xhihad. Pra edhe me luftë, edhe kur ja paraqet dikuj argumentet e islamit për të vërtetuar se islami është e vërteta e vetme në rrugën toksor, është fe e vetme pranuar tek Allahu dhe e sqaron këtë vërtet me dije që Zoti e ka dhëruar dhe thret me këtë dije të tjerët me islam. Ky është ai koncepti i vërtet i xhihadit. Dhe është argumentuar Sheikhul Islam Ibn Taymija me fjalën e Allahut: "Walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira." Sikur thot Allahu dhe sikur ne donim, kishim me dërguar në çdo qytet nga një paralajmues, nga një pejgamber. Çdo qytet. Përsa Allahu ka dashur që me përmbyll pejgamberllëkun
me Rasulullahin alayhi salatu wasalam, cilin e ka bërë pejgamber rasul për gjithë njerëzimin bar, pa dallim race, gjuhë e kombi. Dhe vazhdon Allahu: "Fala tuti'il kafirina wajahidhum." Dhe mos ju nështro në asnjë mënyrë pa besimtarve, dhe ata luftoj, kundërshtoj, wajahidhum bihi jihadin kabira, dhe ata kundërshtoj, luftoj me një jihad të madh. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu i lartësuar ka obliguar pejgamberin alayhi salatu wassalam që me ju bë jihad pa besimtarve. E ka obligu pejgamberin dhe muslimanët të mbarë me bë jihad me çka? Me Kur'anin famën madh. E kjo është jihadi më i madh. Dhe me Kur'an duke përmend argumentet dhe mesazhet që i reflekton Kur'ani. Dhe nëse njeriu e merr këtë metodologji dhe e praktikon ashtu siç ka obliguar Allahu pejgamberin alayhis salam, ky person e ka bërë jihadin më të madh. Dhe mund të thotë dikush, pse të komentohet këtu jihadi më i madh në Kur'an për të treguar tjerëve? Sheikhul Islam Ibn Taymija e sqaron, thotë kjo sure është me kase, nëse ka zbritur në Mekë para se me bë hijretin Rasulullah alayhi salatu wasalam. Para se me bë hijret pejgamberi alayhi salatu wasalam ka zbrit kjo sure. Dhe dihet se në Mekë nuk ka qenë lejuar lufta me armë, por jihadi në Mekë ka qenë me dituri, me zemër, me sërim dhe thirrje, e jo me luftë. Suret me kase janë ato suret që kanë zbritur në Mekë para hijretit. Edhe nëse ka zbritur ndonjë pjesë e Kuranit jashtë Mekës, ato konsiderohen me kase, edhe se kanë zbritur para hijretit. Ndërsa Medinase janë ato suret cilat kanë zbritur në Medinë dhe jashtë Medinës, ndodhe edhe në Mekë, porse pas hijretit. Kanë zbritur në Arafat, ajeti kuranore: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot unë përsosë për ju Islamin, fen, dhe ju plotësova dhuntit e mia dhe zgjodha për juve për fe Islamin. Ky ajet kuranor është prej surave Mekase, Medinase, dhe ka zbritur në Arafat. Por rregulli është surat Mekase quhen ato surat që kanë zbritur para hijretit, ndërsa Medinase janë ato surat që kanë zbritur pas hijretit. Dhe ky ajet kuranor, këto dy ajete kuranore që flasin për jihadin, kanë zbritur para hijretit. Dhe para hijretit nuk ka qenë i legjitimuar jihadi luftarak. Ndaj jihadi nuk duhet të kuptojmë vetëm me luftë, siç e kuptojnë disa, dhe siç e marrin edhe armiqët e Islamit për ta sulmuar këtë parim, këtë fundament të famshëm të Islamit, që është kulmor, është mburoj e Islamit, që është mburoj e muslimanëve. Pa koncepti gjatë dhe shumë më i gjerë. Dietari Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka përmendur një hadith që transmeton Anesi radhiyallahu ta'ala anhu se Rasulullah alayhi salatu wassalam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Pra nuk ka besuar askush për juve përderisa të jem unë më i dashur tek ai se fëmijët e tij, se prindrit dhe se gjithë njerëzit tjerë. Mohimin e nuk ka besuar askush që ka ardhur në këtë hadith është për qëllim mohimi për plotësimit të besimit.
nuk është për qëllim mohimi tërësishëm e imanit. Dhe për këtë kjo hadith nuk e ka imanin e plotësuar ai person që e don dikon tjetër, qoftë vladin, qoftë prindin apo dikon tjetër për njerëzve, më tepër sa Resulullah alayhi salatu wasalam. Pra ky person nuk e ka imanin e plot, e ka të mangët. Dhe kur ndodh që me mohu personi tërësisht imanin, besimin e tij, nëse urren Resulullah alayhi salatu wasalam. Nëse urren pejgamberin alayhi salatu wasalam, ky person e ka mohu besimin, atë deklaratën që ka thënë fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe pas dietari Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka punë një hadith që Buhariu dhe Muslimi e transmetojnë nga Anesi po ashtu se Rasulullah alayhi salatu wassalam ka thënë thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kush i ka të kush gjindën të tri gjëra, pra e person që gjindën të tri gjëra, aje ka shijuar në ëmbëlsinë e imanit. E para, en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që me qenë Allahu dhe i dërguar i tij alayhi salatu wassalam me i dashur për të sa çdo gjë tjetër. Në dashuri mos me i krahasu me Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. E dyta, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Që me dasht një person, një njeri vetëm për hir të Allahut. Dhe e treta, an yakraha an ya'uda fi al-kufri, dhe me urrejt me u kthy në kufër ba'da idh anqadhahu Allahu minhu, pasi që Allahu e ka shpëtuar prej kufrit, e ka nxjerrë prej kufrit. Kama yakrahu an yudhafa fi an-nar, ashtu që urrejn me hu dikush në zjarr, që ashtu me urrejt kthimin në kufër. Në transmetim që ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab Kitab at-Tauhid, dhe këtë transmetim gjindet të Buhariu në Adab al-Mufrad, la yajidu ahadun halawat al-iman. Ka fillu ky hadith se nuk gjendet të askush ëmbëlsia e imanit derisa të plotësoj këto tri elemente që i përmendëm. Në dashuria ndaj Allahut dhe Resulullahit alayhi sallam. Duhet të argumentohet të personi kur ai person e zbaton ato që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj Muhammed, nëse doni Allahun, atëherë më pasoni mua që Allahu t'ju do juve. Pra dashuria ndaj Allahut më së miri realizohet kur muslimani mundohet me mish dhe me shpirt me zbatu sunetin e Resulullahit alayhi sallam. Kështu arrihet ajo dashuria kulminante ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe njerëzit që e kanë dashur më shumëti Allahun dhe që e kanë argumentu këtë, kanë qenë sahabët, nga se ata kanë praktiku drejt sunetin e Resulullahit alayhi sallam. Dhe për këtë Allah i ka dashur këtë gjenerat. Dhe kush dën që me e realizu dhe me arrit dashurinë e Allahut për të, atëherë ta ndjek rrugën, metodologjinë e sahabëve. Nga se mbi ta do të zbes mëshira e Allahut dhe do t'i godas edhe dashuria e Zotit të lartësuar. Dashuria të tjera për hir të Allahut. Pra, muslimani nëse e don dikon për hir të Allahut, vlera është shumë e madhe. Aq e madhe sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në ditën e Kiametit që ku nuk ka më pas hije tjetër, vetëm hijes së arshit të Allahut, aty kanë një 7 grupe njerëz. Dhe njëri prej tyre
do të jenë ata që ndasht për hir të Allahut. Allahun tonë musliman e dën për hir të Allahut, jo për interesa personale. Dhe dashuria për interesa personale përfundon dhe merr fund aty ku kryhet interesi. Në personin tim, pastaj as nuk do të përshëndetin as në rrugë, apo ndoshta do të kthejnë edhe shpinën. Sa kanë interes për ty, ata do të jenë afër teje, do të ndorojnë, do të respektojnë, do të ngrisin, do të lavdërojnë, në atë moment kur merr fund në interesin tuaj, ndoshta do të urrejnë dhe do të flasin keq për ty. Dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall, ajo është deri në vdekje. Nuk ndahet vetëm në vdekje. Nëse njeriu që e don dikon për hir të Allahut, nuk e ndar dashurinë. Ai vetëm e fuqizon më tepër. Se e din se nëse dikon e don për hir të Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më dashur atë person vetëm se e ka dashur atë për hir të tij. Dhe besimtarët e vërtet kështu janë. I dojnë vëllezërit musliman për hir të Allahut Azza wa Jall. Urrejtja më kthy në kufër dhe me lanë fen, ashtu si e urrejnë të hudhësh në zjarr. Kemi argumente dhe shembuj që në ka përmend Rasulullah a.s. gjarën atyre që janë i djegur për din në Hendeqe, në Yemen, si shka ardhë në surën Buruj, dhe rasti i ati fëmijës që ka folë dhe ati djaloshit që e ka mundur me besim mbrejtin zullumqar që e ka qujt vetën Zot. Ata e ndjek në Hendeqe dhe nuk e kanë lënë dinin e vetë, dinin e vërtet, nuk e kanë lënë fjallën la ilaha illallah. Dhe në vendet tona, në trojet tona kemi rastin në lugun e Baranit që njerëzit e kanë pranu vdekjen dhe nuk e kanë pranu me lënë islamin. E kanë refuzu kryqin, kishën dhe nuk kanë pranu me lënë xhamien me këtu shpinën islamit. Musliman shqiptar e kanë dhënë jetën për islam, e kanë pranu vdekjen, e kanë shtimi qelë dhe varezat, vorën e vetë me qelë, me durët e vetë atë mu voros, e kanë kryjë, e kanë qelë vorën e vetë, edhe nuk kanë pranu me lënë islamin. Nëse dashuria atyre për islam ka qenë e madhe, dashuria që nuk ka mujt me lënë dhe me dërmu, me termitizu as vdekja. Për armikut e kanë ngrit gishtin tregues për të dëshmu të uhidin, nëse kanë lënë islamin. Dhe shkau i ka masakru, i ka myt për islam, për shahadet, për xhami. Nuk dojmë kish, po dojmë xhami, ka qenë deklarata atyre. Pra nuk dojmë krishterizëm, por dojmë islam. Dhe se islamin e kanë pasë në zemër. Edhe familjen, edhe gjithë e kanë sakrifikuar për këtë din. Nuk është gjatë kjo histori që i kanë ndodhur popullit tonë. Prandaj sot muslimanët duhet t'i kthejnë vlerave të tyre, të identitetit religjios fetar, të mos harrojnë të mira që Allahu përmes kësaj feje ja ka pru këtij populli, që ja ka ruajt vlerat e arta që i kanë pasur dhe ja u ka fuqizuar. Nëse islami vetëm e zbukuron atë vend ku shkon, ndërsa çdo fe tjetër e shumton, çdo fe tjetër është fare mallkume, që e nxjerr njeriu nga natyrshmëria në cilën Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar. Dhe shembulli tjetër që ka përmend në hadithe është sikur shembulli i dy personave që ku kanë shkuar në një vend që kanë ndruar idhujt, i kanë thonë nuk mundi me kalu përderisa nuk preni diçka për këta idhuj. I pari nuk ka pranuar, edhe kanë mbyt.
dhe ka hyrë në xhenet. Nëse i dyti ka refuzuar në fillim dhe i kanë thënë nuk ka këtë mbrapa. Dhe diçka më të vogël, nëse mundesh duhet me pret gjithçysh ose të shkon kryt. Ka pranu, ka bërë shirk dhe ka shku në zjarr. Prandaj muslimani duhet të ketë kujdes. Në radhë parë është Islami. Jo trupi jot, jo shpirti jot. Duhet ta sakrifikosh shpirtin tënd, trupin tënd, pasurinë tënde, familjen tënde për din të Allahut të Zotërit. Dhe kur kanë hyrë kryqëzari dikon vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu këta persona me këtë personalitet të ndritshëm ka me ndihmu. Dorsa kush e përkrah dikon në gjëra që Zoti i ka ndaluar, se kur thuhet dhe urrejn dikon për Allahun, është fjalë me urrejt ato që e kundërshton Allahun, se nuk lejohet me urrejt për Allahun dikon që e don Allahu. Kjo është kontradiktore. Qush me urrejt për Allahun dikon që Allahu e don? Qush ki me urrejt ti një person që e praktikon sunetin e Resulullahit alayhis salam? Kjo është e pamundshme. Të vetëm i smendur e bën. Me përkrah kënd, me përkrah ato që e përkrah halalin, me urrejt kënd dhe mos me kundërshtu kënd ato që mundohet me bëu haramin. Atë person që mundohet me bëu bidatin, me thirrën bidat, këta persona duhet kundërshtuar. Vazhdon fjala e Abdullah ibn Abbasit në fjalët "Wala yajid 'abdun ta'am al-iman", nuk ka me gjet personi atë ëmbëlsinë e imanit, s'ka me arrit kur ëmbëlsinë e imanit, wa in kathurat salatuhu, edhe nëse shton shumë, falet shumë namaz, wa sawmuhu, edhe shumë agjeron, hatta yakuna kadhalik, derisa tjetë në këtë gjendje. Në ato që i përmendur, me dash për hir të Allahut, me urrejt për hir të Allahut, me përkrah për hir të Allahut dhe me kundërshtu për hir të Allahut. Edhe një person, nëse nuk i ka çeto, nuk ka me gjetë ëmbëlsinë e imanit, edhe nëse falet ditën natë, edhe nëse agjeron ditë shumëta të vitit, nuk ka me mujt me arrit atë imanin, atë ëmbëlsinë e imanit. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس, dhe mëse shumë të njerëzit vëzrohen, thot ala emrit dunja, për çështjet dunjas. Vëzëllëku mes njerëzve në dunja ndodh për çështje për interesat kësaj bote. Le yujdi ala ahli shay'a, dhe këtu nëse ndodh kjo nuk kam ju bë dobi kjo dashuri për interesa njerëzve as pak. Dhe nëse nalëm e shikojmë këtë fjalën e fundit të Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhuma, shikonim kohën e tij, i ka përmend se dashuria e shumicës për njerëzve është mbi bazën e interesit personal kësaj dunjaje. Dhe si është gjendja sot të muslimanëve, kur kjo ka qenë kohën e Abdullah ibn Abbasit, si është sot? Ka dashuri që është për hir të Allahut, që njerëzit urrejnë për hir të Allahut, përkrajnë për hir të Allahut, nuk i dojnë tjerët për interesat dunjas, por këta janë të pakt, dhe shumica njerëzve janë bërë materialista, njerëz që e dojnë të mirat e kësaj dunjaje. Dhe për fund dhe ka përmendur dhe një e thërë nga Abdullah ibn Abbasi gjithashtu, kur thot në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala
wa taqatta'at bihim al-asbab, ato janë shkputur gjitha shkaqet. Ka thonë Abdullah ibn Abasi, për qëllim është al-mawaddatu, dashuria. Ky ajet kuranor plot përgjendjen ditën e gjykimit. Njerëzit në këtë botë për idhujtarëve i kanë dashur idhujt e tyre. Kuburit i kanë madhruar dhe i kanë madhruar shelirët e tyre, tyrbet e tyre. Ditën e gjykimit, këtë dashuri që e kanë pas për idhujt e tyre, për teqet e për tyrbet, ditën e gjykimit, çdo lidhje që kanë pas këtë botë do të shkputet, nga se secili do të akuzojë njëri tjetrin me akuza më të rënda, se ti e bësh shkak që unë më deviju. Edhe shejtani kështu do të akuzohet, por sa ai do të thotë se unë nuk ju kam obliguar, unë vetëm kam thirrë, kërkon se kam obliguar. Pra, ajo lidhja që e kanë pasur në këtë dynjë idhujtarët me shirkun e tyre do të shkputet, do të met lidhja në ahiret vetëm në lidhje që ka qenë dashuri monoteiste, dashuri për Allahun, ajo do të jetë, ndërsa dashuri që ka qenë e baltosur me idhujtari, ajo dashuri do të jetë e kputur, sa që idhujtarët do të armiqsojnë një tjetrin, do të armiqsojnë edhe idhullin që e kanë adhuru, e idhulli i tyre do të armiqsojnë pasuesit e vet, që i ka thirrë në besim të mbrapsht në idhujtari. Pra, kjo është se përket temës së sonme, në Zotin më të rishëm që të mbojnë nga devijimet, nga kufrin, nga bidati dhe gjunat, dhe lutja jonë në fundit është Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Në batin në bërës.